Një shtetas shqiptar, i dënuar më parë në Itali për trafik, droge dhe prostitucion, ka apeluar kundër ekstradimit nga Mbretëria e Bashkuar, duke argumentuar se ky veprim do të dëmtonte shanset e djemve të tij për të ndjekur një karrierë si futbollista profesionist. Elis Lila, 40 vjeç, mbriti në Britani në vitin 2016 përmes një kamioni, pasi ishte dënuar nga autoritetet italiane në vitin 2012 me 11 vite burg, dënim që nuk e ka vuajtur asnjëherë. Ai është aktualisht i vetë punësuar si punëtor ndërtimi dhe jeton në Angli me bashkëshorten dhe 3 fëmijët e tij. 2 nga djemtë e tij janë të regjistruar në Akademinë Watford QC, ndërsa djali më i madh raportohet se është në prag të përfitimit të një burse nga një klubi Premier League. Avokatët e Lilës kanë argumentuar se ekstradimi do të shkelte nenin 8 të Konventës Evropiane për të Drejtat e Njerëzit, që mbron të drejtën për jetën familjare. Ata kanë theksuar se familja e tij është e integruar në Britani dhe se mungesa e tij do të rrezikonte mirëqenien emocionale dhe zhvillimin profesional të fëmijëve të tij. Megjithatë, kërkesa për të bllokuar ekstradimin është rrëzuar. Gjykatësi theksoi se Lila është i vetëdijshëm për rrezikun e ekstradimit kur vendosi të ndërtonte jetën e tij në Mbretërinë e Bashkuar. Ai shtoi se ndoshta ndikimi emocional ndaj familjes është i kuptueshëm, nuk është i pazakontë në rast të ekstradimi dhe nuk mjafton për të anuluar vendimin. Rasti i Lilës vjen në një kohë kur autoritetet britanike janë vënë në kritika për lehtësimet të cilat disa të dënuar ju shmangen ekstradimeve, ndërkohë që raste të tjera si ai Olsi Behelulit, një tjetër shqiptar i përfshirë në trafik droge, kanë ngritur debate për zbatimin selektiv të drejtësisë.